Liderët evropian që zbarkuan në kryeqytetin shqiptar paralajmëruan sanksione të reja ndaj Rusisë nëse nuk pranon armëpushim dhe nëse nuk merr seriozisht bisedimet me Ukrainën për fundin e luftës. Kryeministri britanik Keir Starmer kritikoi presidentin rus Vladimir Putin se nuk po trajton me seriozitet bisedimet, ndaj tha se Unioni do të vendosë për sanksione të reja ndaj Rusisë. Putin nuk është serios sa i takon paqes. Është rëndësishme të kemi unitet absolut me aleatët. Duhet të kemi një armëpushim. Nëse nuk veprojmë së bashku për sanksionet, nuk do të ketë armëpushim. E qartë është se Putin nuk e do paqen seriozisht. Unë do të diskutoj me Zelenskin këtu. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se sanksionet e reja ndaj gasjellësit rusë Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2 do të vendosen si përgjigje ndaj shkeljeve të armëpushimit nga presidenti Vladimir Putin. Putin bëri thirrje për armëpushim, asnjë nuk e ndoqi. Presidenti Putin ofroi që Rusia dhe Ukraina të takohen në Turqi. Zelenski ishte gati të takohej, por Putin nuk u duk. Ndaj po punojmë për një paketë tjetër sanksionesh. Do të aplikojmë sanksionet e Nord Stream 1 dhe 2. Ne duam paqe dhe do të ushtrojmë trysni derisa Putin ta bëjë këtë gjë. Edhe kryediplomatja e Bashkimit Evropian Kaja Kallas u ndal tek sanksionet që kanë në plan për t'i vendosur Rusisë, kjo për shkak të luftës që ai vijon në Ukrainë. Po mendojmë për paketën tjetër. Kemi sanksione që kemi vendosur për Rusinë, për energjinë. Kemi një udhërrëfyes që kemi propozuar javën e kaluar së bashku me sanksionet, sepse është të jetë e rëndësishme për të vazhduar këtë luftë. Në këtë drejtim duhet të jemi të bashkuar sepse shohim qartë që Rusia nuk do paqe. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni në një deklaratë për media para nisjes së punimeve të samitit të Komunitetit Politik Evropian është shprehur se duhet të këmbgulin për një armëpushim të pakushtëzuar në Ukrainë. Nuk do të kërkojmë alternativa, por duhet të këmbgulin për një armëpushim të pakushtëzuar, për një marrëveshje serioze paqeje që të ketë garanci sigurie për Ukrainën. Po vazhdojmë të punojmë edhe për këtë objektiv. Kryeministra e Letonisë Evika Silina paralajmëroi sanksionet të reja për Rusinë nëse Rusia nuk e merr seriozisht çështjen e armëpushimit. Vetëm Rusia nuk do paqe në rajonin ton. Nëse nuk ndryshon, do të na duhet të bijem dakord për sanksione të mëtejshme, sepse vetëm kjo e ndal Rusinë. Është e rëndësishme të bëhet ky armëpushim i plot 30 ditor. Në të kundërt, kemi 17 paketa të tjera sanksionesh për të cilat është rënë dakord. Në këtë summit do të flasim edhe për emigracionin e paligjshëm dhe bashkëpunim ekonomik. Do ta përdorim këtë takim si një platformë të mirë. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Zelensky u prit ngrohtësisht nga kreu i qeverisë shqiptare ndërsa nuk dha asnjë prononcim për media, edhe pse Ukraina ishte në qendër të deklaratave të liderëve që janë bërë pjesë e samitit në Tiranë.